si komunitet, ktheu dhe njërë nga kryeministri, edhe thuj ato fjalët e fundit, si që kemi dhe adet. Atëherë, zotë kryeministër, po të them, po të drejtohem, t'jap edhe emër mbi emër, unë quhem Duri Mema, lindur dhe banues në fshatin Lekaj, Bashkia Rogozhin. Kryeministër, këto janë halët e këtij komuniteti. Ne nuk kërkojmë asnjë gjë, punët jemi akoma në gjendje pune, që të paguajmë, se po nuk punuam, nuk paguajmë dot taksat që pensionet, t'i ngrihen pensionet të tyre pensionistëve tonë, sepse siç e kemi thonë, që nga gjithë Shqipëria me këto pensione që kanë, nuk ja dalin dot. Nuk ja dalin dot. Pra, po nuk u punua, po nuk u derdhën taksa, e dim edhe ne që është pa mundur të ngrihen pensionet. Pra, ktheheni kokën te realiteti. Edhe ju falenderojmë në rast se do të vini dorë për këtë komunitet. Ju falenderoj të gjithëve. Miqtë e mi, kjo ishte gjithçka nga fshati Lekaj. E thamë banorët, e nisëm në shi, na deshi Zoti edhe ndaloi edhe shiu. Gjithsesi ne e morëm mesazhin nga fshati Lekaj. Zoti kryeministër, ky është një fshat i begat. Nuk është fshat i thepisur, ku s'ka rrugë, ku s'ka njerëz. Tu ka njerëz, sepse njerëzit janë të lidhur me tokën, janë të lidhur me pronën dhe vazhdojnë për inerci dhe të punojnë, për aq sa kanë mundësi, një pjesë edhe e kanë braktisur. Ata ta dhanë mesazhin, duhen 2 nënkalime nëse do, dhe nëse qeveria do ta mbështes, që të vazhdojnë punojnë tokat në anën tjetër, ku, siç edhe tregojnë pamjet, është një sipërfaqe gjigande, dhe që do duhet ishte e mbjell që prodhimet të mbanin 10 milion turistë. Tani kur fshati nuk jeton dot për vete, si mbajnë këta turistë, kjo është një pikë pyetje e madhe, që është për qeverinë. Emisionin e rrallë do ta kemi padyshim në një tjetër vend Shqipërisë, ne do shkojmë kudo ku ka zë, ku ka kuraja, ku ka guxim dhe ku thuhen gjëra troç. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.